Sezoni turistik veror në Vlorë tashmë është qelur zyrtarisht, por shenjat e para nuk duken as pak inkurajuese për operatorët e turizmit dhe bizneset të cilat mbështeten tek fluksi i vizitorëve. Në një vëzhgim të realizuar nga televizioni 6+1 Vlora këtë të diel, në vijën bregdetare të qytetit, tregon se frekuentimi i plazheve ka qenë më i ulët se sa pritej për këtë periudhë të vitit. Pamjet e filmuara përgjatë lungomares në zonën e plazhit të ri, si dhe në segmentet e tjera të Bregdetit, tregojnë një numër të kufizuar pushuesish, të cilët pavarësisht temperaturave të larta dhe motit të favorshëm, i cili ka karakterizuar fundjavën, edhe pse sezoni konsiderohet i hapur dhe qyteti është përgatitur për të pritur turistët vendas dhe të huaj, në terren vihet re mungesa e fluksit që zakonisht karakterizon fillimin e muajit qershor, në një krahasim që televizioni ynë ka bërë nga vëzhgimet e realizuara gjatë njëjtës fundjavë të parë të vitit 2025, rezulton se këtë vit numri i pushuesve është dukshëm më i ulët. Një vit më parë, plazhet paraqiteshin më të mbushura dhe aktiviteti turistik ishte goxha më i ndjeshëm që në ditët e para të sezonit veror. Arsyet e kësaj situate mbeten për t'u analizuar në mënyrë më të detajuar. Nga ana tjetër, kishte pritshmëri që zhvillimet gjeopolitike në linjen e mesme dhe ndryshimet e destinacioneve të preferuara të pushimeve për shumë turistë europian të sillnin një rritje të interesit për Shqipërinë dhe në veçanti për Vlorën. Megjithatë, të paktën deri tani, një efekt i tillë nuk duket të jetë reflektuar në numrin e vizitorëve të cilët zgjedhin qytetin bregdetar. Pamjet që po ndiqnin në ekran flasin qartë për një pranim më të kufizuar pushuesish në raport me pritshmëritë. Çadrat dhe shezlongët në shumë zona të plazhit nuk janë shfrytzuar në masën e zakonshme, ndërsa lëvizjet në vijën bregdetare kanë qenë më të pakta krahasuar me vitet e mëparshme. Sinjalet të ngjashme vijnë edhe nga sektori i hotelerisë. Përfaqësues të strukturave akomoduese raportojnë se rezervimet për javët e para të sezonit nuk kanë arritur nivelet e parashikuara, edhe pse një pjesë e operatorëve shpresojnë që situata të përmirësohet gjatë muajve korrik dhe gusht. Shqetësimi për ecurinë e sezonit mbetet i pranishëm. Bizneset të cilët operojnë në sektorin e turizmit shprehen se një sezon i dobët do të ndikonte drejt për drejt në të ardhurat e tyre, duke pasur parasysh investimet e kryera për përgatitjet e verës. Restorantet, baret, hotelet si dhe subjektet të cilët ofrojnë shërbime turistike janë në pritje për një rritje të numrit të vizitorëve gjatë muajve në vijim. Megjithatë, operatorët e tregut turistik janë me shpresa se situata mund të ndryshojë, por mbetet për të parë. Gjithsesi, nisja e sezonit turistik 2026 në Vlorë paraqitet më e dobët se sa pritej, duke ngritur pikpyetje mbi ecurinë e muajve më të rëndësishëm të verës, si dhe ndikimin që kjo mund të ketë në ekonomi.